ka qenë vështirë me I bind studentët, prindrit, që edhe edukimi në universitetet private mund të jetë kualitativ? Po, shumë, për shkak se universitetet private po themi publiku I cili ka qenë 99.9% I shkollum në universitet publik, ka ndërtu një naracion që universiteti privat nuk është cilësor, për shkak se ti zakonisht e mbron ato tonën. Ti nëse ke studiu për vetin publik, e që po them krejt prindrit tonë kanë studiu në publik, është e kuptueshme, atëherë ka qenë naracioni që vetëm ajo është e vlefshme. Kështu që s'ka qenë sepse flasim vetëm për ata që kemi përjetuar. Që kemi përjetuar. Na kemi këtë problem shpesh edhe me prind për shembull shkollë finlandeze, ata janë shkolluar me një sistem tjetër, edhe nganjëherë nuk e kuptojnë krejt konceptin e shkollës tonë, për shkak se ata munden mi bë krahasime vetëm prej përvojës së tyre. Gjithsesi, mendoj që sot ka krejt tjetër opinion për institucionet publike, për universitetet publike, ka reputacion shumë më të madh shkollat private para universitare në Kosovë, po edhe nëse shqetëson dhënat, do të thonë rezultatet e PISA-s për shembull, shkollat private, nxënësit nga shkollat private kanë 100 pikë më shumë në matematikë dhe shkenca në PISA, sesa mesatarja e nxënësve të shkollave publike.